Unë jam dënu për trafikim me qenë njerëzore. I shpallur i pafajshëm me vendim të plotfuqishëm, Bidajet Sulejmani nga Brodi Shtërpsës po kërkon 930.000 euro kompensim për dëmin që pretendon se ju shkaktua nga akuzat ndaj tij. Sulejmani akuzohej nga prokuroria për veprën penale të trafikimit me njerëz. Sipas akt akuzës, Bidajet Sulejmani nga viti 2008 deri në 2012 kishte strehuar dhe shfrytzuar 2 të dëmtuara nga Shqipëria. Sulejmani ishte dënuar me 2012, ndërsa pas ankesës, rasti ishte kthyer në rigjykim dhe gjykata në Ferizaj e shpalli të pafajshëm me 2016. Këtë vendim një vit më vonë e vërtetoi edhe gjykata e apelit. Në një intervistë për Kallzo.com, Bidajet Sulejmani thotë se i të rasti tij u inskenua nga një grup njerëzish në mesin e të cilëve kishte edhe polic. Ata kanë li pare, kënëse, po dojnë më mliru më pi burgit, po dojnë më këti rastin në gjykim, tonë kuar janë bisedur të gjona. Këtë janë bon të skenime, këtë janë konë skenimet policisë. Pse pikërisht nda ju e mi bo, këto inë skenime? Këto janë bon veç kënë se unë e këmë bas pare, që sa kone vërtej që këmë bas pare, këtë janë bon për pare. Tani shpallur i pafajshëm me vendim të formës së prerë, Sulejmani tregon se sa para i kërkoheshin. Në rastin e parë mi kanë kërku 25, që edhe ata i kanë marrë atë pare, e kanë pranun, fajsin, shumica bitin me, e dita, për zditin me këti rastin në gjykim i kanë lip 40.000, që ata kanë përfundu në burg, paret kur si komand, ata kanë përfundu në dorë policisë edhe sot dhe atë dit ata janë para vujtës dënimi. Pasi siguroi pafajsin, Sulejmani thotë se do të kërkoj kompensim për dëmin që i është shkaktuar. Po dikon unë i kom dërzu dokumentat me Rolex, dikon janë 940.000 euro që është janë kërku. Mesh dokumentat i kom dërzu në Rolex. Po ata e kanë qitë që është civili.